Zotin Gjela, si e keni parë zgjedhjet e 11 majit dhe a rrezikon që kryeministri Edi Rama të shndrohet në një autokrat, po themi, duke qenë se ka fituar rreth 83 mandate deri më tani? Ja, nuk mund flitet kështu, se atje ka marrë partia, nuk ka marrë ai. Ja ka marrë partia. Në kuptimin e pushtetit absolut që mund të ketë në 4 vitet e ardhshme. Dëgjoni ju themi. Ka një rregull në logjik. Në logjikën që mban këtë çështje, humbjen dhe fitimin. I kujt është faji? I Saliut. Mori fund. E të djathtën nuk e ka godit populli, zotëri. E ka goditur Saliu. Populli s'pranon Saliu, Saliu duhet iki. Saliu thotë jam unë. Ata s'donin votime, ti e di. U bën 40.000 vota që s'donin votime. Nuk e pranojnë, pseri. Çfarë kërkon të bëj? Është, djotët e mija, është fatkeqësi e madhe, ka qenë fatkeqësi e madhe Saliu që nga 92 deri sot, ta dini. E para nuk luan për Shqipërinë. Se po të luante për Shqipërinë do ishte i kthjellët. Kështu që ata që e mbajnë le ta gëzojnë, çfarë them? Pra ju mendoni nëse Berisha nuk do të ishte në drejtimin e Partisë Demokratike, sot Partia Demokratike mund të kishte shanse që mund të kishte fituar këto zgjedhje? 100% fitonte. Gjithë regresi është se s'pranojnë Saliun. Ore zotri, më vjen shumë keq. E djathta në Shqipëri ka qenë parti pro-amerikane. Dini ju këtë apo? Po Saliu është non grata në Amerikë. Ma tregoti, ditë ma shpegosh se ç'është ky kontradikcion? Kjo kontradikt? Edhe njëherë. Këtu. Qa më bëllon atë çerçe? Edhe njëherë. Saliu është i djathtë, zotëri. E djathta është pro-amerikane. Saliu është non grata në Amerikë. E kush do ta zgjidhë këtë krizë? Mos e zgjidhin vetërinë. Po si është e mundur që nuk arriti dot të fitoj pikë as duke pasur strategun Lasivita nga pas që ka qenë pjesë e fushatës së Trumpit dhe kontratën që realizoi prej 6 milion dollarësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po se pranon shqiptarë, që të bëj? A jeni në vetën, si jeni në vetën? Ku ka vota Saliu këtuara? E morja për të thënë që unë u rregullova me Amerikën. Pse se hoqën në ngratën? Edhe njëherë. Pse se hoqën në ngratën? E para, e dyta, e dini ju që në ngrata iket me gjyq? Pse s'vetë të bëj gjyq në Amerikë? Nuk e fiton dot, nuk diskutohet. Në ngrata iket vetëm me proces gjyqësor, zotëri. Ky pse nuk vajtet bënte proces gjyqësor në Washington? Vajti në Francë kë. E marrë ata përdeska që hodhën poshtë. Ku ka kishte fuqi Franca të rëzoj atë sistemin juridik amerikan. U dalë kjo? Pa problemin që ndronë, që Saliu duhet ikte. Që të lejon të djathtën të vinte në pushtet. Letëri. Po nga ana tjetër, a nuk ju duket pak shumë kontradiktore që kryeministri Edi Rama ka marrë një shumicë të tillë votash, pra Partia Socialiste në këtë rast, ndërkohë që prej ardhjes së tij në pushtet gjysmën e qeverisë ka në burg dhe është përballur me skandal pas skandali, njëra pas tjetrës, duhet thënë. Çfarë ka votoj populli? Ti tani do vësh pikpyetje për shoqërinë shqiptare me këtë që pyet ti. Nuk akuzon njeri, akuzon popullin shqiptar. Po ta e votuan. Zotëri, keni parasysh një gjë se si në komunizëm. Pavarësisht që të prekur janë nga komunizmi këtu për fajsinë. Fajsia është individuale, zotëri, nuk është kolektive. Është personale akuzor, s'është kolektive.
Akuzuan do ikin në burg, ka marrë fund dhe që. Çfarë i duhet kjo? Let vetë marri pafajësi në gjykat. Por ama e ka marrë Spaku, dhe Spaku nuk e drejtojmë ne. Qofse u se dini, po ja u them unë, atëherë drejtojmë ndërkombëtarët, nuk e drejtojmë ne Spaku. Tjetër, kishët. Nga ana tjetër, Berisha ka paralajmëruar protestë më 16 maj, teksa do të mbahet takimi i liderëve në samitin e komunitetit evropian. A mendoni se Berisha po kërkon një alibi teksa ka deklaruar se zgjedhjet u manipuluan? Po çdo të deklarosh, po të vjedhin shtëpinë, duhet të provosh që të kanë hyrë në shtëpi, Çdo të thotë mi vollën, ku i ka provat? Dëgjoni tani të them. Në qoftë se nuk keni kuptuar që keni një njeri që ka shkatruar Shqipërinë në shfaq juaj, jo faj. Ai është anti-shqiptar. Po tani e morë veshë. Pse zgjasti muhabetin për Saliun, ke pyetje të tjera? Po jo, po diskutojmë cili do të jetë fati i Partisë Demokratike në këtë rast, duke qenë se ju thatë që Demokratike zotëri duhet të ndrojë kryetarin, se ndryshe nuk vjen kurrë do të mbështet. Po çfarë pret Partinë Demokratike në këtë rast? Do duhet që të riorganizohet apo mendoni se mund të shkojë drejt një shkërmoqje totale? Po të vazhdoj kështu me Saliun, natyrisht që do dëmtohet vazhdimisht. Edhe një herë më zotëri. E djatha shqiptare këtu që ta dini, Partia Demokratike, ka dalë si parti pro-amerikane, e mbani mend ju këtë. Tani kjo parti që ishte me Amerikën këtu, se të majtët jo, të majtët kanë qenë nga e majta. është në grata në Amerikë, duhet ikë, që s'ja në vetë. Sikën ja, shkatroj të djatën, ka marrë funda e Tjetër, kishë djetë. Nga ana tjetër, a rrezikon që kryeministri Edi Rama të shndrohet, po themi, në një autokrat sa i takon pushtetit absolut që mund të ketë për gjatë 4 vitet e ardhshme, duke qenë se ka marrë rreth 83 mandate? Po pse do kthehet absolut? Ai nuk e zotëri. Dale. Bëjni pyetje tamam zotëri, se kjo. Duke qenë se ka 12 vite në pushtetin konsumon. Dale, marrë 1 minutë, ale qa fletra si njeriu i thjeshtë i popullit. Dëgjoj këtu me më. Është sistem juridik parlamenti, çaj di. Votat ja ka dhënë populli, nuk i ka marrë ai votat. Këtu flitet mbasi populli i dha votat. Ky ç'do bëj? Do shikojmë se çfarë do bëj. Po votat ja ka dhënë shqiptarët zotëri. Këtë nuk e rëzon të njeri, dhe këshu flitet për politikë. Nuk flitet e java, pse zoti java ati. Pa tjetër, kjo është në parim, por duke qenë se si e kemi parë konkretisht, prandaj po themi. Po konkretisht kur ta shikojmë. Pastaj me disë 2 këqijave, Rama është e keqe vogël. E keqe madhe e Saliu, nuk diskutojmë. Në ngrada në Amerikë. Po të fiton të e keqe e madhe, do ishte në keqe. Ka fituar e keqe e vogël, do të adorojmë.